pse nuk lejohet të deklarohet kuvendi e që ajo konkluz, ai propozim të jetë i kuvendit e jo i kryesisë punës. Është dashur të shoku i sen me tonë që kanë marrë pyetjet kryesore i kanë pas, kush ju ka detyru, a dini çka keni nënshkru. Konstatoj se mbledhja e Kuvendit të Kosovës u përfundua. Në qato momente nuk po të bike mend për kur që, as për fëmisën nga në mend, veç mu kryo këtu. Jo më këtë thuhet se fatët shkruan para se të jemi të lindur. Për Feriden, fëmiria kishte nisur me shumë vështërsi, të cilat e kishin kalitur për diçka të madhe në jetë. Kam qene e lindur dhe ditë pasi pëson baba im në minirë Trepqës, një plagosje edhe me atë rast e humbë paunit. Dhe me thonë, unë jam rritë me një babë që fizikisht neve s'na ka po asë një fëmi, po me zona ka ditë çdo njeri cili jemi. Feriden e njaf qysh prej fëmëris. Kena qenë në një lagje, ka qenë shumë e shkathtë e gjallë, nuk e ka pas lehtë edhe kja. E ka përkrash shumë babën e vetë, e ka përkrash shumë familjen. Pas shkollës e mesme të them, u punësue për shkak që t'i ndihmon familjes, se ne ishëm 8 fëmijë, 5 motra e 3 vëllezër, dhe kështu që të gjithë u shkollum. E rritur në një familje me plot dashuri. Ajo kishte arritur që kujdesin ndaj të tjerëve ta bëj mision, qysh si fëmijë, kur kujdesej për babajnë e saj. Përveç që ka punuar shumë, kjo edhe ka vozit veturën, edhe te baba, edhe te burri. Ishte një ndër femrat e para me patent shofer. Baba im ka qenë hetar i shkollimit edhe gjithë fëmijët na ka shkollu. Edhe një nanë e cila me gjithë burë edhe me gjithë përkushtimin e babës tim, prap se prap ka pas një barë më të madhe se gratë zakonisht, me u kujdes për babën edhe për neve fëmijët. Në kohën kur shkollimi i femrave shqiptare ishte tabu, pothuajse mision i pamundur, mendimin e prindërve, Feridja kishte arritur që të shkollohet. Po mos t'ishim prind, arsim dashës ti mbetëshe e parë si mume, pa shkollume në shpe. Edhe për atë kohë, o ditë, femnat, nëse s'ka shku në shkollë, dikun ka 15-16 vjeqare. I ka prit martesa, natyrisht gjithmonë me shkus, shumë herë pa dëshirë. Ka qenë vështirë me u shkollu mashqit, djemët e jo vajzat. Por falë disa familjeve që ka qenë ma të avansuar, që e kanë kuptu se çka do me thënë me qenë vajza e arsimuar, nesër mas nesër gruaja, nana. E shkolluar dhe edukuar duke dalur triumfuese ndaj sfidave të kohës, Feridja ishte e vendosur që kontributin e saj ta kthej në mision për shkollimin e femrës shqiptare, e për të arritur një gjë të tillë, ajo do të angazhohej madje edhe nëpër oda burrash, aty ku mirreshin vendimet. Punës ja kom fillu me 1 janar 66 se nuk kam mujt mu punësu në atë kohë. Ma shumë u punësojshin sërbet, se sa neshtë shqiptare. Vajza shqiptare ka pas qaq pak sa që i kanë numëru në gishta. Të kesh mision shkollimin dhe edukimin e gruas në vitet e 60-ta ishte pothuajse e pamundur. Depërtimi në fshatra ishte i vështirë.
E në mungesë të rrugëve dhe mjeteve të transportit, Feridia nuk ishte ndalur asnjëherë. Ajo kishte arritur që të deportojë dhe të arrijë në çdo cep, duke bërë rrugë me kuaj, e kjo diçka e pa imagjinuar për femrat e asaj kohe. Shkollimi i vajzave është ndalu për shkak të kuptimeve, dikun edhe për shkaqe ekonomike, se i japshin përparësi shkollimit djalit, jo të vajzës. Është dash me u vendos në një odë të burrave, se është dash me u emancipu familja për me mujt vajzat me vazhdu me u shkollu. Edhe më kujtohet një rast kur një bab, jo shumë i vjetër, mbasi e krymë krejt bisedën, tha, për vajzë time, u deklaru në fillim, tha, lidhja një e kësaj punës, të me s'ka ma tutje. Unë e kam njetë me shkollu djalin, edhe qështu, mirë, ani thash, ti rri aty, na po bisedojmë. Kështu që nuk ka hezitu, ka qenë shumë e qmume. Mas atë arrita atë me bind edhe shumë të tjerë. Po u bind njeri dhe u qunë kam edhe sikur kur të falit gjaku. Si në kohën e Anton Qetës, që ashtu ma ka bo. Ka dhe një kontribut të madhë si motër medicinale në arsimimin, sidomos shëndetësor. Mi bind me shku në atë kohë, fundit e 60-tave, fillimi 70-tave, dikujt i duket kjo e çuditshme, mi bind me shku me lind gratë në spital. Mi bind prind me i vaksinu fëmijët. Me i mbledh vajzat, nusët, gratë, edhe me ju mbajt ligjerata të mbrojtjes shëndetësore, të atyne personale, të familjes edhe të fëmijëve. Pasi edhe u martova në Vushtre, e kom vazhdu në konferencën e gruas për emancipim të femrës. Kështu që krejt jetën më ka përcjell tereni, takimi me njerëz, bashkëbisedimet, edhe në një mënyrë lufta për femna. Përveç konferencës së gruas për edukim dhe emancipim, Feridia po thyen të gjithnjë më shumë kufinjt. Tani, ajo kishte arritur që përveç një edukimi parsor të gruas, ta ngrisë atë në nivele akademike, organizime të orës letrare për gruan e njësër aktivitetesh drejt një ngritje të vazhdueshme. Në vitin 1979, po mbaheshin për herë të parë takimet e poeteve në Vushtri, një organizim krejt i veçantë që na gëzoi shumë. Ne kishim marrë një ftesë nga atje si grup letrar, grupi letrar Jeronim Derada i Fakultetit Filozofik. Unë isha nën kryetare atij grupi dhe aty ishte Feridia. Një grua që ranë sy me njëherë, e gjatë, e bukur, e veshur bukur, me një paraqitje shumë dinjitoze, me një buzëqeshje rrezulluese, që të bënte me njëherë për vete. E ka qenë një botë kuptim i vështirë ndaj grave që janë të aktiviste, që janë avangard, na u zhdasht me përkrah në njëna tjetrën. Ishte koha kur Feridia ishte martuar dhe nga Mitrovica zhvendoset për t'jetuar në Vushtri. E njohur më parë si aktiviste me kryqin e kuq në ato treva, asaj ja besojnë pozitën e drejtoreshës së Kopshtit, ku do të angazhohej për edukimin e hershëm të fëmijëve dhe njëkohësisht për emancipimin e gruas. Shumë emocione, se disi këtë punë edhe këtë kolektiv e kom krasu gati me familje dhe me fëmijët mi. Fat kom pas që kom punu, ka qenë institucioni i parë i këtij llojit në Vushtri. I kom përcjellë edhe investimet, kështu që kom kontribu edhe në projekt, edhe në pajisje, edhe kom pas nder që kam qenë drejtor. Ishte hera e parë kur u hap qerdhja. Në atë kohë ishëm të papërvoj si edukatorët, motrat, prindërit,
fëmijët, kështu që ishte një shqetësim shumë i madh për arsye se na mungonte përvoja. Përveç fazës fëmijërisë, faza e punës, kur kemi punu me zonën Feride, personalisht mu ngjall nostalgji të madhe. Kemi fillu si të reja punën, kemi qenë pa martu, mirë po fjalët, këshillat dhe bashkëpunimi me neve na ka dhënë një motiv shumë të madh për punën që e kemi pry në këtë institucion. Ka pas zëra edhe atëherë kur ka dash më ndërtu qerdhja, me thonë që ka na do qerdhja në vushtri se s'ka shumë gratë punësume. Nuk ka dukt. Jo normal me hek fëmin për nanës e me qumë qerdhe. Po shqyqër dhënë Zotit që me arsimimin e gruas, me punësimin e gruas, është parashtru nevoja me shku fëmijët edhe në qerdhe. Po ka pas nana që edhe kanë qenë në shtëpi, kanë pas qef me qu fëmijët në qerdhe, me u eduku në mënyrë kolektive, në mënyrë të organizuar. Mirë po, falë punës dhe angazhimit të Feride Hysenit, kemi arrit shumë shpejt që mu stabilizuar dhe është plotësuar numri i fëmijëve. Kështu që ne kur kemi startu, gjenerata e parë kur ka dalë me shku në shkollë, atëre kanë fillu zërat edhe reflektimi që çka do me thonë me pas fëmijë në institucion parashkollor. Fëmijët kanë shku ma të përgatitur, edhe ma të guximshëm, ma çdo gjë kanë qenë për shkollë, nuk ka pas problem me mësu fëmin, mi dallu në ngjyra ata, me majt lapsina, me ngjyrosa, këtë këto i kanë pas. Dhe për një kohë shumë të shkurtër, kemi arrit që të jetë institucioni jonë parashkollor, të jetë institucioni më i mirë në Kosovë. Më vjen mirë se kjo objekt është histori për Vushtrin. Këto punëtorët e para janë histori për këtë institucion. Dhe në çdo pikpamje kemi pas jehon. E njohur për kontributin e saj ndaj gruas dhe fëmijës, Feridja kishte arritur të kthehej në një figurë emblem për këto grupe edhe po çmohej shumë nga shqiptarët, të cilët u angazhuan që ajo të ishte delegate në kuvendin krahinor. Ajo, përveç që ishte një person me virtyte të larta patriotike, kishte arsimimin dhe përvojën, edhe ishte personi i duhur për të përfaqësuar të drejtat e shqiptarëve. Ferida në një nga koha kur është themelu kuvendi i Kosovës, përbërja e vitit 1990, do të thot nga 14 dhjetori 1989 atëherë është formu. Është formu përbërja e kuvendit dhe janë zgjedhur struktura. Neve na kanë votu populata shqiptare se Kosova gjithë ka qenë 98% me shqiptar, dhe me thonë votat shumicën e kemi pas për tyne edhe si t'il kemi shku në kuvend. Ajo deputete, unë deputete, edhe fillum një shoqëri shumë atë madhe, për arsye se ishte qashtu situata që u deshke na me u lidh njëri me tjetrin, jo veç me gra, po në përgjithësi delegat, se na prej fillimit si ajo dihet që ka qenë shumë vështirë, po më dhe për neve si delegat të kuvendit, me u përballu me të gjitha kërkesat edhe trusnin që kanë bo sërbë ndaj neve. Mirë po, ne kemi qenë në kam golës për vendime tona. Ne në seanca kemi folë sa kemi mujtës. Bara me burra edhe të zëshme deri në fund kemi qenë. Edhe unë e bile me një seancë flas shqip, se ka pas përkthime shqip e si, po për me marrë kuptu mira i kryetari sërbë që rriken aty në podium nalt, ju kom këthy sërbisht.
Se nuk lejo të deklarohet kuvendi e që ajo konkluz, ai propozim të jetë i kuvendit e jo i kryesisë punës. Kërkohet prej kryetarit vetëm që mënyrë decisive ta thotë. Predlog inicijative Skupštine SAP Kosova danas je predlog Skupštine, rok je 5. jul, ne razmatran je nego predlog inicijative. Međutim, snosimo moralnu odgovornost za rad Skupštine danas. Prandaj është dashur të shoku i serbe tonë. Unë nuk e harroj kur paraqitjen kaq të dinjitetshme të zonjës Feride në kuvend dhe që kërkonte llogari edhe që insistonte patjetër që të futej në rand të dite diskutimi për ndryshimet kushtetuese më duket edhe kështu. Kështu që gjithmonë kur e kujtoj atë moment, edhe atë veshje të bukur, edhe insistimin e saj, shumë të guximshëm, mornica trupit sigurisht. Gjatë krejt asaj periudhës që kemi qenë kuvend deri me 2 korrik, gjitha ato mbledhje maratonike, ato diskutime, ato kundërshtime, domethënë ku edhe Zoja Feride, shoqja ime, edhe kolegët tjera që vesa, për mu edhe për neve që kemi qenë në atë kohë delegat me to, janë simbol i krenaris, i trimëris, janë heroinat tona, të cilat me të vërtet në ato kushte, të cilat veç mundeni mi paramendu çfarë kanë qenë dinitoze në të gjitha veprimet për të mirën e Kosovës dhe popullit të Kosovës. Ne kemi bë aty jo vetëm punë, po kemi bë rezistencë politike. Kemi pas raste që shifen që kemi pas raste me nejt në kuvend, ma tepër se që është para pa, me nejt 24 orë. Në një mënyrë, veç kërkojshin dhunë ndoshta aden, e bllokojshin politorën, kështu që ka qenë shumë vështirë me punë. S'do t'i lej vetes ndoshta do të kem rast të thojmë edhe disa kualifikimeve fyse që janë bërë në bazën nacionale disa delegatëve në këtë safë. Andaj në qoftë se i duhet dikuj kulturë edhe edukat na duhet të gjithëve, edhe ta dëgjojmë secilin, mund të mos pajtohem me gjuhë të parlamentit, t'i kundërvojmë secilit, por jo me një stil të ulët, të cilin nuk e lejon ky tubim. Prandaj shok, sinqerisht më thon, në qoftë se nuk është kjo në rregull prej djeshit që çdo pikpamje thirremi në rregullore, të gjithë atëherë los diken që ka gjuhë të juristit, por të kuptueshëm për të gjithë, na shpjegoj qartë çka do të thonë kjo që s'mundet kjo me depërtu. Një grua e jashtëzakonshme, një karakter i butë, por në mbrendi, sipas menimit tim, ka qenë një edhe kryengritse, një personalitet shumë i besueshëm, i përcaktuar për çështjen kombëtare dhe për përmbushjen e detyrave që i ka pas si delegate, në përputhje me vullnetin e popullit shprehur atëherë, dhe mbi të gjitha ka qenë e gatshme për vetë sakrificë. Kemi qenë vetëdijshëm që kemi përgjegjësi shumë të madhe. Po e mira e krejt asaj kohe ka qenë, edhe lehtësim për neve, që gjithë delegatët shqiptar kemi qenë me një gojë. Dhe ka qenë një delegate e cila ka qenë jashtëzakonisht e përkushtuar për dhënien e kontributit në punën e kuvendit në përputhjet plot me vullnetin e popullit Kosovës, i cili atëherë shprehej përmes tubimeve të panumërta nëpër Kosovë, po flas për vitin 1990. Për me mujtë me fitu në pak në kohë gjeshëm arsye që edhe kemi pas drejt që ligjet, draftet që na i bishin propozimet, krejt në gjuhë sërbe, edhe ne i refuzajshëm, se s'mërishin as me i përkthy këto në kuvend Kosovës. Gjithmonë të na bo presion, një aprovu në ato. Edhe si është bërë konstruimi i kuvendit, në një mënyrë kemi dashur ato me anulu ato mandamentet cilat e kushtetutës cilat i kanë hjek ata prej kushtetutës, në kanë shti neve në kuadrë të Serbisë. Prap, na kemi dashur me
i hjek ato amandamente dhe me vazhdu në punën si kuvend i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. Veprimet e kishën plan mu bo që ajo që është bo dy korriku para kuvendit, mu bo në kuvend. Edhe në fond, erdhën përfundimin e mbyllën derën dhe na metëm jashtë. S'na kanë leju me hy brenda, është majtë para kuvendit. Na mendojshim që ka me ndodhe ajo me e keqja. Se ka pas qatë shumë forca policore, sa kemi mendu që mundet me kërsit çdo moment. Me qenë se jemi të punu në kushtet jo normale, kaloj në pikën e rreth shqyrtimit të propozimit të Kryesisë së Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë për hyrje në ndryshimin e Kushtetutës së Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë me nxjerrjen e Kushtetutës së re. A pajtoni me këtë? A është dikush kundër? Jo. Absenon dikush? Jo, ju falenderit. Me dy korrik, edhe për Serbin kemi qenë deputet legjitim. Me 5 korrik, o suprimu autonomia e Kosovës komplet. Edhe ne kemi humbë, si pas për Serbin, e kemi humbë, do më thonë, atë titullin që kemi pas deputet. E kalitur nga jeta, duke mos u sfiduar asnjëherë, si duket Feridja ishte pjekur për momente të rëndësishme historike. Pikërisht në kohën kur ajo ishte delegate, Serbia kishte suprimuar autonominë e Kosovës. Vendi ishte vënë në shtetërrethim. Policia dhe ushtria të botë jugoslave kishin vërshuar rrugët dhe institucionet. Delegatët e kuvendit të Kosovës ishin vënë në një rrethim të veçantë, sepse ata ishin kundërshtarët më të mëdhenj dhe më të rëndësishëm të kohës. Kështu që shkurja në Kaçanik për neve ka qenë përfaqësim i popullit tonë, kurse për serbët ka qenë po të bëhen kriminalet ose terroristët atje. Në këtë periudhë janë morë në pyetje gjithë delegatët, do të thotë. Dhe më duhet të them që për kundër marrjes në pyetje, disa janë morë edhe nga 2 herë, sa më kujtohet ka pas edhe nga femrat që janë morë në pyetje edhe nga 2 herë, nuk është vërejt asnjë luhatje në përcaktimin e tyre për të vazhduar punën e kuvendit dhe për të kryer obligimet si delegat. Non-stop kanë bërë pyetjet kryesore i kanë pas, kush ju ka detyru, a dini çka keni nënshkru, natyrisht kom thonë se s'na ka detyru askush, di çka kam nënshkru, pse e keni bërë këtë deklarat vetëm për shqiptar, kom thonë jo nuk është e vërtet, kjo është deklarat kushtetuese për Kosovën, më thonë është një deklarat e cila siguron barazim për gjithë. Pavarësisht krejt aty në rrethanave, në asnjë hezitim nuk ka pas nga askujt, as nga shoqet tona, as nga Feridja, po ka qenë qëllimi vetëm qysh mënyrën më të qetë pa vërejtje me mrinë Kaçanik dhe me mbajtë atë mbledhjen historike. Kur seanca hapet fiks në ora 8 me kohë, edhe kryesia punës zgjedhet prej 4 vetëve, hapet seanca, lexohet rendi ditës, natyrisht që shkurtohet dhe vim të pika ku duhet me u shpall Kosova Republik edhe lexohet Kushtetuta e Republikës Kosovës. Duke respektuar vullnetin sovran të popullit shqiptar, të shprehur në mënyrë plebiscitare në tërë Kosovën, Kuvendi i Kosovës në mbledhjen e përbashkët të 3 dhomave të mbajtur më 7 shtator 1990 aprovoi dhe shpalli Kushtetutën e Republikës së Kosovës me të gjitha dokumentet përcjellëse. Po në qato momente nuk po të biken mend për kurçë, as për fëmijë nuk kanë mend, veç mu kryo akti. Konstatoj se mbledhja e Kuvendit të Kosovës u përfundua. Atë dyqysh ndihem sikur
e përfundum punën edhe pas kësaj, çka do që të na ndodh, nuk është me rëndësi. Fotografitë e 7 shtatorit, ju mund të shihni Feridën në rendin e parë, është përkundër asaj se nuk është ditë çka do të ndodhë masandej me ne, ajo dhe delegat tjerë janë buzëqeshur, nuk vrehen asnjë element frikës apo brengës për fatin personal. Akti i shpalljes së Kosovës e Republik ishte një nga aktet më të rëndësishme deri në atë kohë për shqiptarët. Feridja ishte në mesin e këtyre delegatëve që po nënshkruanin historinë. Pas shpalljes së kushtetutës së re, pushteti atëhershëm pushtues filloi përndjekjen e tyre. Feridja ishte detyruar që të lërë fëmijët e saj dhe të largohej në ekzil. Familja e saj po përjetonte vuajtjet më të mëdha. Fëmijët po ndaheshin nga nënat e tyre dhe nuk dijej se kur mund t'i takonin përsëri. Unë nuk kam dashur me dalë prej Kosovës për shkak fëmijëve. Bile, decideve i kam thënë burrit. Krejt e din çka kemi bë. Po hyrë në burg, i shoh fëmijën çdo 2 javë, unë. Po, shumica kanë dalë edhe atë natë, kush për Turqi, kush nëpër Greqi. Disa kolegë janë shkuar, kanë marrë rrugën nëpër Malzi edhe në Kroaci edhe në Sloveni. Po jo të gjithë. Edhe nuk kanë kërku këto, po kur kanë fillu me më kërku në Rushtri, atëherë u di që edhe këtu nuk e kanë vështirë me më gjetë, edhe atëherë burri ultimatum, ose dilti prej shtëpis, ose unë pi marrë fëmijën e po shkoj dika, se s'kanë tymë pse me të kursy. Edhe kam shku në Shkup, kur kam marrë të dera. Dhe Razilja, vajza ime e voglja Sonaj, e hapi derën dhe vërtiti. Tetja, unë pa mbrit e dera mirë, e dita se qka ka ndodhë. E dita se ajo veç ka vendosë diqka. Ne patëm pru vendim që mos t'i morrin familjet me vete. Në atë kohë menonin që ajo do t'ishte një tregus që na nuk kemi largu nga Kosova për çështje private, por dojmë të vazhdojmë punën e kuvendit dhe nga kjo, për të tregu se kjo është e vërtet, patëm pru vendim që familjet të mbeten në Kosovë. Dhe ashtu ndodhi. Unë më kujtohet që krejt e kemi pas vështirë, po ma vështirë kanë pasën delegatet nana, për shkak se kanë qenë ndame jo vetëm për i bashkëshortëve, për i tafërmve të në atje, po a mund të imagjinoni kanë qenë ndame edhe prej fëmijëve. Do thotë ka qenë dashtë ta bojnë një jetë shumë të vështirë dhe me sakrificat jashtëzakonshme. Brenga jonë ka qenë më e madhja fëmijët. Nuk guxojsha fëmijëve mi u thonë edhe mi u shpreh që ata rrishin me shpresë që kthehem unë, rri pak ditë edhe kthehem. Edhe nuk mujtu në më përshëndet me fëmijë në atë mënyrën tamam. Pasi përndjekja e Feridës ishte bërë agresive nga sigurimi shtetëror i asaj kohe, ajo ishte detyruar të shpërngulej fillimisht në Shkup, derisa edhe aty më nuk kishte siguri, nga se forcat maqedone kishin filluar një valë bastisjesh me pretekstin që këta delegat përbënin rrezik për shtetin maqedon. Feridja kishte shumë vështirë të ndahet prej fëmijëve, sepse besniku kishte vetëm 8 vjet atëherë. Nuk e dinte as ku po shkon, as sa do të rrinë. Edhe ne të gjithë qanëm atë ditë, e përcjellëm me lot në sy. Po, u deshte pa tjetër të tonë. Ka qenë natë, 10 jemi nisë, krejt do me thonë pjesën e Serbisë e kemi kalu natën, ka pas shumë shijat natë, nështë afat, edhe vetëm ato pikat ku paguhet rruga ajo, që ato kur na kanë dalë edhe ato me 100 dro, për ndryshës kemi pas patrulla policisë rrugës a diqka, edhe atër kufis ka pas, edhe prej atyt për Sloveni. Unë e thash,
Po shkojmë në Kryq Kuq, ndajtëm aty, i tregova, unë e tha, na krejt jem të informum. Po ti, nëse të donë më këthy në Kosovë, edhe nëse të burgosin, ne kemi më angazhu me avokat me krejt me të mbrojt ty, nëse donë për shkak të fëmijëve. Kur jemi patë parën herë, o zëtë, mu ka do që nona jam është që prevorit, se unë e kisha shoqën teme me bisedu me ta, me Asimir, po nësë më shumë gjithë të gjo me to, se ajo se din shfar ndjenja shki tjetë, shfar frigje ki, shfar... Mande kemi qenë tonë kohën në kontakt. Kur ka dalë nëna në egzel, unë kam qenë shumë i vogël me kuptu situatën tërsi, po e kam kuptu mjaft që me vlerësu që është një sakrificë e rëndësishme, dhe që në fakt të dy prind ishin shumë të përkushtuam atij qëllimi. Unë kam pas besim plot e ata që ata dinë se si të vendosin, më së miri sipas informatave që kam pas në atë kohë. Unë për atë kohë 7 muaj nuk e kom pa fëmin. Gati 8 se largë edhe s'kesh kush me t'i sjell ty fëmin në vizitë. Pas për afërsisht 8 muajve që doli nana në egzel, kemi shku në Zagreb dhe në Ljubljan në babin me u taku me nanën dhe aty kam dajt një pjesë të vitit. Dhe pas asaj jam kthy prapë në Prishtinë në shkollë fillore Ismail Qemali. Na në fill i kemi pas 3 fëmijë të zonjës Feride në shkollë, ka qenë Jehona, Aida edhe Besniku. Të gjithë kanë qenë të shkëlqyshëm, kanë qenë të jetë mirë. Kimet e Dida ka qenë arsimtare këtu. Thanë, kur ish pushimi, tha, i shiqojshën fëmijët në barë, tha, Besniku dalloj ke pi krejt fëmijëve, se i piklum. Të tret kam pas një mërzi, nuk është që nuk e kanë di ata. Vetë ata kanë di të tret mirë me menagju punën që asë një moment mos me vrejt të tjerë. Për neve femnave, nona, për burra, sinqerisht po të them, burrat krejt ndryshe, se e len shpinë, e len fëmin me nonë, e kundërta i shumë e ronë. Për Feridën jeta kishte filluar goditjet e saj. Ajo po i numëronte fatkeqësitë si një sag vuajtjesh që po lidheshin karvan pa mbarim. Largimin nga fëmijët, malli për ta, pamundësia për t'i parë. Duke mos qenë e sigurt askund, vjen një moment kur fundosjen emocionale do ta marrë me vdekjen e bashkëshortit, një familje që po fundosej në mjerim. E kjo vetëm për faktin se Feridja kishte kërkuar lirinë e popullit duke gjetur robërinë e vet. 94-ën, burri ka qenë pak pa qef, po jo edhe aq sa ju ka përkeqësu gjendja, edhe mande i mjekët këtu i kanë thonë ose në Beograd ose në Shkup më operu. A i në tha në Beograd që s'vjen konsiderim, Shkup ka orë pak edhe për shkak që kam qenë unë aty. E vendosëm në spital, për 3 ditë, e përgatitën më operu, edhe kë burri jam, kur duhet më zgjupe i narkozës këtina, i bëhet një komplikim, tromboembolia edhe vdes, do me thonë mas atyt edhe kur ti pret në koridor me dalë njëri, atëre të lajmërojnë si në për filma, nuk e di që jam përmbajt në atë moment, e di që kjo motra Shkupit ka fillu me piskat, unë i kom thonë, jo, se ta shumë duhesh ma shumë. Në 94-ën e vdiq babi që ishte një humbje pa përballueshme për gjithë neve, sidomos për nanën që ka qenë që vazhdonte të jetonte në egzil. Tash ish problem. Unë gati pe harroj vetën që duhet në mija komuniku nanës ti që a i vdec, nuk janë me vdek njeri. 2 motrave, fëmijëve të mi, që ishin gjithë këto. Edhe, po e di që i kom thonë vjerës, ti më së mërzit se ti shkon shpejt të aj.
se ishe më shumë. E unë që me bo. E di që më ka thonë në telefon, jo, ti dush me na i rritë fëmijët. Nuk e ka pas të lehtë. E din ajo që she ka përballu. Muri Periut ka qenë një njeri shumë i madh. Kanë qenë shumë të lidhën, shumë rrallë, unë është me gjetë qift bashkërtor që kanë qenë sikur ata dy që kanë kalu bukur. Unë do isha me ardhë në Vorrim. Baba jem, edhe që kjo kushëriri që e përmenda, në telefon, tha, kur ke shku në Kaçanik, brebi ke bo burni. Tash nëse vjen bën budallakit madhe. A me vorros atë, a me rujt fëmijët, a me trujt ty. Se ti nuk kanë me të kursy. Ajo deri në kufi e ka përcjell, edhe masanej është kthy. Ne shkum atë ditë e përcollëm dhe gjatë tërë vorrimit të tij, gjatë tërë kohës, telefonin e vuqtërën ishte i hapur në këtë mënyrë që të mundet motra me qenë prezente me anë të telefonit. Atë ditë e vorrosëm, po tërkohën policia e vëzhgoj edhe vorrimin, dërsa mu edhe me legitimuan, të mendu se unë jam Feridja. Edhe kom shku për Kryshnash. Edhe kur kom dalë të dera, i lëshova sytë, po e shiqoj një man tëllë. Po e shkëqyri, po thëmë, se vjera vetë mu drejtu. Këqyre tha se e Ferides është. Aje ka vesh mantilin tim, edhe ka shku në Kaçanik. Me u kamuflu. E të vetën e kalon këtu, kanë dasht me ma hek, kom thonë jo, se kur e shof mantilin, po më duket që e kom Feriden në shtëpi. Kështu që jeta asaj ka qenë e vështirë, po ka qenë stoike. Kanë orë fëmijët mas 3 jave, po më duket që ashtu që ka vde, kanë orë në Shkopë. Edhe ai takim ka qenë shumë i ronë. Edhe di që kur i kom qitë në gjumë, kur do isha me shiqu edhe njerë me imlu, kjo e vogla ish larë në lotë krejt. Po ish mlu. Edhe unë isha mu majtë para tyne. Thash, jehona, mazë pse? Po pse bashkë neve me në ndodhë? Edhe besniku, mas asaj nuk ka dashur ma më kthy këto. Po përkundër sfidave dhe sakrificave që janë banë familje dhe që situata në solli këtë ndarje si të padrejt, jam shumë krenar për qëllimin dhe arritjet e nanës dhe se dashuria na ka mbajtur afër. Unë mas e kisha fëmijët, edhe e kisha që të kullëm, unë rinjalla. Fati hidhur i Feridës ishte i mishëruar me fatin e popullit, edhe kur ky popull arriti të çlirohej nga dhuna dhe ta gëzoj lirin, Feridja e kthyer në vendin e saj të ndruar, në tokën e premtuar, i kthej sërish humanizmit të saj të rinis. Kryqi kuq është hapësira që për Feridën përmbush boshllëkun emocional të njerëzve në nevojë. Ajo, ndonse e bart mbi supe një peshë të rëndë të së shkuarës, arrin t'i kthej buzëqeshjen njerëzve të së tashmës. Gjithmonë kam qenë me kryq kuq. Aktivitetet e kryqit kuq mu s'mu kanë nda kur, edhe unë s'jam nda prej tyre, edhe unë jam e mishnume, edhe nga njerë kur jam biseda me familjar, me miq, edhe kur bëja ankesa thonë ti, kur gjë tjetër nuk shë veç njerëzit e varfër nevojtarët, që është e vërtet, i shoh ato nevoja edhe gjithmonë ndi kënaqësi me mujt dikujt me ndihmu. Edhe njerëzit kudo që i shifte rrugës të prit autobus,
i merte me vetur dhe i krynte shërbimin, pare pa pritu. Ajo ishte një motor i Kryqit Kuq, do të thotë, edhe e cila gjithmonë reflektonte dashuri dhe vullnet dhe forcë edhe zgjuarsi, sepse ishte, do të thotë, në mbledhjet takime që i kishim, do të thotë, ajo gjithmonë kishte atë idenë dhe vullnetin që ty të afron. Po, na ndodh shpesh me dalë në teren zbashku me zonën Feride. Nashta është ajo pjesë emocionale kur i vizitojna familjarët cilët janë në nevojë, vizitojna familjarët e zhdukurve, që edhe shumë vite mas luftës, qoftë për ata cilët i kanë gjetë zhdukurit e tyre, ose nuk i kanë gjetë hala, e ka një breng që thejmë na një pikë në zemër për rastet e tyne, edhe çdo punë që den teren e përjeton 100% ashtot, e përjeton me shpirt, hynën që thejmë na në lkurën e tjetrit edhe përjeton atë çka e sheh ose çka veprojnë as bashku. Edhe kjo është edhe misioni i Kryqit Kuq, me ja lehtësu vujtjet njerëzve, qoftë ato shëndetësore, sociale të tjera, dhe mu është bo si pjesë e familjes. Prandaj kjo që ti si vullnetar nuk paguhesh, po ty respekti edhe ndjenja që e bën qatë humanizëm e ka peshën shumë atë madhe se sa një pagesë. Kam një idol të kësaj gruaja, mund të quaj edhe gru gurje, do të thotë, e cilat që para luftës, si nxënëse, e pas luftës, do të thotë, mos ndalet asnjëherë, qoftë verë, dimër, borë, shi, do të thotë, ajo do të rrugtoj për të mirën e këtij vendit. Prej Feridës ke mujt vetëm me mësu gjanat mira. Ajo ka një pozitivitet madh në shpirt të saj. Ka frymu gjithë një me vullnet, me guxim. Ka qenë delegate shumë aktive, fjala e saj ka qenë shumë e matun, ka pas një përgjegjësi të fjalës. E ka tregu atë se çfarë do të thotë angazhimi i një zonje, një femre, një nane të përkushtuar për çështjen kombëtare. Grua e fortë, grua me pietet tepër të madhe, është patriote tepër e madhe. Ka lënë gjurmë në shtetëndërtimin e Kosovës, në punën humanitare dhe në edukimin dhe arsimimin e të rinjve. Gratë të tilla personifikojnë një personalitet ose një karakter që do të me pasë se cila shoqëri. Duhet i kujtojmë modelet e tilla, sepse janë ato të cilat bashkë me burrat, krahës burrat, edhe pse me të paragjykuara kanë ndërtuar këtë shtet. Edhe me njohjet që i kam të shumtat kolektivit ku kam punu qerdhes këtu, po ma e vlefshmja për mu është medalja e artë për pavarësi, që nuk diskutohet se ne shumë Kosova ka luftu për shtet, fat që e kemë sot, edhe kësaj Kosove nuk e ka pavarësin vetëm prej 2008-ës, de jure po, de facto në një shekull, çdo dekadë i ka kontribusteve, viktimat e veta që kanë luftu për me qenë që kjo Kosovë shtet, me qenë republikë.